Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yje, prodhimi telegrafi që transmetohet edhe në televizionin Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Atëherë, lavdem para se me prezantu mësafirin, ti falenderojmë edhe për krasit e këtij podcasti që është shtëpia energjike numër 1 në vend, Golden Eagles, si edhe për aventura të reja Ermyni. Mësafir me ne është një legjendë e futbollit të Kosovës. Legjendë e futbollit, një ish futbollist që pak delna për media, po kalon gjurmë të mëdha. Mirë se vjen Xhevdet Flumica. Faleminderit për komplimente. Xhevdeti është tash për ata që mojnë men para lufte kalu pak vjet i ka ra, po mas lufte ku njëri pe lejtare më të mirë për mos me thonë më i mirë në futbollin e Kosovës, një vingjar i favorit, jashtëzakon shumë kolla ndeshjet në paraqitje me Kosovën, është peletaret parë që e bën hapin kalon pe Kosovës dhe vazhdon karrierën së tij dhe sa jeton. Xhevdet na zakonisht pyetjen e parë ja bojna, çuçi ja keni nisur mirë me futbollin. Po me futbollin para luftës, domethënë, kom fillu me thonë deri në kohë si vonë me marrë si tash që fillojnë për 6-7 vjetë në atë kohë nuk ka pas shumë kësi shkollat futbol dhe këto. Në atë kohë ka qenë Kosova Prishtines në Korriku, që me kallëzu drejt në historinë ashtë se kom kallëzu dhe tërkon është në Korrik shku me të mahalës në 5-6 vetë, më testu. Edhe nëse zgavoj ka qenë njoj me Truis Pja Remnin, për dhe një tjetër meti, për më doge di kanë thonë, bëshin atë farë seleksionim, shkum në dhe, po më ju pëlqeva, thanë ti më nësht me vazhdu tonën vjen trening, o gëzoha shumë dhe mënë. Po, ku shkum tonën, nuk i disha që është me pages në atë kohë, e moj men si tash, kur ta në letë zemre, kur se ka vagu, ta tjetën, dhe mënë, dhe të marka, dhe mënë, ja, u dëshprova të se është punë atërë po shumë kesh pa punë në ato mi thonë për shembull në familja me dhe të marrë shkoj me lujtë futbol që ati me lujtë futbol ja u dëshprova po edhe pa të nuk shkova po ish Kosova Prishtines atërë unë isha as me junior as me këta matri Kosova Prishtines po e kish junior edhe tani atë edhe atër ishë sot presidenti Federatës Kosovë Gimademi kish klubin, po. Edhe dëmonë shkoha tani në Kosovë Prishtine, sot ishë pa pagesë, që e kun falenderu dhe publikisht presidentit sot që është dëmonë atë në atë kohë në ka unë mundësin, dëmonë me... Ato kanë qenë hapat e parë dhe Bajram Krasniqin do të me përmenë se dhe to e kumë pas të po edhe më ka sugjeru shumë herë hajde se ki potencial, ose luj shumë do turnire ja kështë herë. Jo lëmnec me moj të upin se. Po e ke pak smuj. Në turnira, po. Dhe përmene fillimet, po që shumë me njës karrierën vitet të 90-ta, o koni ko shumë e shtirë, jo vetëm për futbolin, po më përgjësi për ne si popull, për si vend. Po, nëse tash nuk ka qenë lehtë se kushtet janë kanë shumë të vështira, domethënë nuk kemi pas kushtet u çfarë na ushtreshëm Dragodan tash Arbriçi, po thënë. I kena pas në garderobë të ku ndryshëm me thonë drejtën dimnit kur ish ka pak ftoft oklin në përstosën, po drumë i kena pas ato varë. Po vullneti i madh, ato na kanë moj domethënë e kem dashur futbollin shumë gjithmonë edhe nuk ka pas që na domethënë me thonë që kjo ndalesë. Po ne kemi rriti edhe atë gjeneratën e para luftës, sakrificës. Po që është në kum filluar domethënë në ekip por dikon s'ka bëjnë 96, dikon si 17 vjet Falon. Po. E tu i lexu gazetat e poshtë në shkrim. Kishte debutuar si 17 vjet kundër Prishtinës edhe shkruaj ka thënë i riu shumë i talentuar e ndryshoi ndeshjen Prishtina shkon të fitu tani Kosova Prishtina ja kthen rezultatin 3-2 bën asist edhe që ato kon debutimi çu kujton atë se mos kundër Prishtinës ka pasur të mirë ato atë lojë kujtoj se ka rekord se është ka qenë debutimi jam edhe domethënë me lujti kundër një ekipi si Prishtina në atë kohë ka pas të lënë Besnik Kollon Halepa do kontore Rosalion Rem Saidit neve na dhan 3 golla në pjesë parë të bëj gore. Po ata pak janë në zgjo po në fillimin e pota pak shtirë se normal është ajo trema sot keq këta krejt. O kurse arre fjalën sot keq kur dolëm pjesë dytë
Ma bën tha, ku ka jeti, ka ardhur, më kish pa korën, që edhe, thash, unë thash, për juniorvim, tha, veç vazhdo, tha, se ti ka pas edhe ato, me thonë, naj tjetër, shumë, është dëmon shumë e fjallë, motiv. E në pjesë dytë, me dham një gol, si shpejtë, në adherë pak vullnet, në tonë, 3-2, 3-3, unë një asist të bonë atje, po shumë të mirë, 3-3 mëjtën penal. Ata janë nisën më shty pak, se krejtë osa, që o bo se ka 3 mëjtën penal. Po, të nale, Dhe atu ka qenë më e debutimi jem, ta në edhe në finale lutëm se ishtë të turnej dy korikë, edhe atu në finale dhash 2 gola, fitum të më në atë turnin, edhe më në veç e fitohat vetë besimin ato me, unë me nisë feton dhe më kemë debutu në atë turnet dhe më në atë ndeshje. Goli i parë vjen kundër Ballkanit. Në atë kohë nuk u kon Ballkani i sodëm. Po Superligë do të thonë. E mon mend të shumë mirë, mas mirë. Sigurisht edhe ato me mend mirë në Dragodan atje në fallosi, në fakt që ka qenë po kursare pare kush e ka kursu ato po e di shumë mirë që ka ardhur. E isha në 16 lëlzim Rmoku ka qenë e ka pas në kësim shumë mirë, po disha që sëm pëmrim i ka thonë shu, e ka shu dhe pranova me këto me gjusë dhe me kofse me gjusën e shtirë me pranovi që edhe veç e plasojmë koni qetë para gole gjithë dhe është në ndjenë shumë me më dhe këmë doshtë futbolën gjithë shumë ato dhe edhe u ktheva mas një lendimi pa ta thy dorën një ndeshje një 3-4 jo më heret me kike në gosht atje ndene pa përshkrumë, është e që nuk harro, dhe në gol jam kundër Ballkanit, dhe pse Ballkanit ta dikur hupin disa vite. Po, në këthy dhe mas luftëm do në 2009 të këthejnë. Jo, u këthy edhe mas luftës me njerë, 2001, tani vjen edhe... Këthejt njerë në 2019 dhe tani vjen që këj Ballkanit stash. E përmene një sfetohën. Një pati bu një fartandemi interesant edhe ka pos lejtarë, Kosova Prishtinës me njerë mas lufte, i ka pos gjithmonë dhe lejtarë të mire, fitojnë kupën, ka lunë për pjesën e për me tabelet, Kosova Prishtinës ka pos ekip. Ne kena pos në ekip shumë të mirë, po në futbol dhe më onë shumë edhe atmosfera në klubet, ne kena pos një atmosferë tjerë zakonshme me shumë lejtarë që na kanë edhe të thuj se këtë dranjezit dhe më onë që atë nëse, po kena pos Meksen trajner, e kanë legend, Meksen zarem kërë. Edhe kena pas dhe kvalitet, jo që dhe po dhe kena pas vullnet, po dhe kena luftu për atë klub dhe mund, në atë kohë se ishëm shumë të letë në njëni me tjetën edhe... Kretë më halë, po, shumica dhe mund, edhe me nisin tani pe juniorve thuj se veç debutum edhe në ekip parë dhe bërëm një tandem të mirë, për kena pas edhe mujën Dragushe, ne kena pas... Leci u konë atë kohë. Leci më pak më vonë, po. Leci Dragusha, Romario që dhe shumë ati Agjollet, dhe tanë Krasnicin, Agimalicin, mbrojtja Agimalicin, sopi o kënë. Po, sopi. Shkollësimi të Kosova Prishtinës, dallosh do më thonë me gola, asistime, lojt mira dhe... Shohën këtë Kosova. Po i fiton shërbimet e tua drita. Po, që e kema është në mas luftës të në thuj se 3-4 vjetë që këmë lujtojmë konë të herë në 10 më të mirë, në më nëpse një moshë edhe të isha në 19-20 thuj se nësë. Po, shumë. Edhe po do ta një oferta për shumë ekipe në Kosovë, Prishtinë, jo për ty në Prishtinë edhe drita dhe më në kanë qenë. Që refuzohet Prishtina asaj kohë për në atë kohë. Po, drita ka qenë, sigurisht Prishtina dihet kush u kon Prishtina, ato po Prishtina edhe kishte në gjenerat pak më të vjetër që u kon pak më problem me depërtuën ato, edhe ato i domoni po i kalkulova dhe drita edhe sigurisht edhe una financiare u kon shumë më mirë te drita domoni, si tash edhe më me bovën tem Rametlive që u prishëm pak se nostalgjia për Prishtinë për ato, që Prishtina refuzohet për shkon dritën, atë më thash ka dalë. Ja, se kena thonë katonat. Edhe pas banesa që shesa. Edhe historinë me kallëzu se erdhën kurse arë me në mastuat ras, rrim s'kish ka në edhe se nëse Berisha ka qenë me Beqira Lim, s'ka bëjë dhe edhe nërë natën me nëzima kishë mba zjetë shpinë, dhe të më ardhë. Po që thash ka dalë se kohë dhe tjerë nëse.
Mas një dy të ditë erdhë Bilbil Sokoli me Selamin, drejt, shpe. Edhe veç kena me bo marrëveshje që të nuk ka problem shumë çfarë shife. Kuj va me arë, edhe që ashtu kuj, po edhe Bilbili ka qenë shumë, domthon kam gols për me shku në atje, domthon. Te drita e bëni një ekip shumë mirë, është edhe ajo finale, edhe keni mujtë titullin shumë lehtë me fitu. Po, me Bilbilin e patëm para një javë, tha, na tha kena mujtë me një titullin, po ata tha deshin veç finalet kubës me shku me Milanin. Wow, ka qenë. Po ashtu kuan rivaliteti i madh i qytetit. Hes apelojnë as lojë, tha s'po luftojmë ka për titull, veç finalet ta përgatit në. Po, ka se gjithçysh edhe te jep gol në YouTube 1-0. Shpesh e lëshojnë 21 që ka xhirimin edhe e lëshojnë atë lojë. Po ne pranem që shtet tap në zonës edhe me qetësi 1-1. 20.000 shikues garantim. Kanë ndeshje edhe shumë shikues, 20.000 sigurisht që kanë atë edhe. Më të vjesari i mund. Po, edhe unë e stadium ba. Edhe e bëm na një gabim mbrojtje më arrim me Saitin. Po, 1-0. 1-0 dhe shkojmë deri 4 minuta 86-87 besoj që edhe dikon ka qenë. Kur ma shumë puthje s'kem bërë. Edhe për qove dërkohë video. Edhe po do të më fotin edhe me dhonat gol që parushme edhe për mu edhe për dhe për historinë e dritës dhe drita që ato janë njësë po të fitua edhe unë e fitua titullin e parë në futbol Kosovë sigurisht. Po diçka që nuk harrot, bile unë kum pas injizimin dikur ma vonë morën edhe një orë të shtëpia më kanë marrë, këta e kanë kthyer atje Gilan kena da qarë. Asë se po ashtu. është pa arrushme. Pa arrushme, se në kundër edhe Gjilani kështë ekipin Isa Sadri, Besnik Kollani, Muharrem Saiti. Shumë lojtar me përvojë. Drita ka pas ma 3 lojtarë. Po, ne këna qenë ma talenta ma të mëdha, ata janë kumë fund karrierës shumica, por shumë lojtarë mirë. Vdeti, Tri Bekimi Sufi ka lujt, Emel Ismaili, Faruki. Në një gjeneratë shumë e re, do me si Ballkani i para 2-3 vjetë. Edhe e shësha penova. Për tjerat, asë një nuk e ledzejshë. Këtë kontrakt e. Nashtë na i këna shëtu më mirë. Një të janë rronë. Kina po edhe në rrjetet sociale, dritën të më tonë prej asaj kohë kemi jetë, edhe pse veç një vjetë ke lujtë në dritë, kemi jetë një tifoz i madh i dritës. Po sigurisht, është drita dhe Prishtina dhe mon njën sigur Kosova Prishtinës atë ku mlujta nuk është diska tjetër. Po, mirë po në futbol të Kosovës drita dhe Prishtinën të dy ekipën që i kam dhe mon zemë, po drita një vjetë ku mlujta dhe po kam shumë kujtimet mira dhe është parun, edhe si dhe mos tifos dhe soj. Nuk harron led më dhe më ka met një simpati për atë. Alo sot përmen është Ngilandë me. Po trofeun e parë. Që atë e keni marrë të morën se dhe tash so 4 titull i keni. Kupa keni marrë veç ato? Jo, veç ajo. Superkupa. Superkupa keni marrë. Një kupë dhe Superkupa. Kthehesh te Prishtina. Pse kthehesh në Prishtinë te Prishtina, domethënë arrin Prishtina me të bind mas një viti. Po, Prishtina... e mon shumicën e ekipës edhe vazhdon me... Po, është qartë, po Prishtina ndryshoi pak filozofinë e saj. Po, janë nismi të vu talentat. Talentat edhe me investu pak më shumë, se po domon që edhe tjera klubi janë konkurrent, domon nuk më është veç se ki emnin me marrë domon lojtar, se përpara kur ne ka po Prishtina me gjesht veç u kry domon. Pa çfarë pare. Po, është nëse edhe e kishin një filozofi që edhe investim domon për tarmen, ashtu domon thonë morën lojtar shumë. Në atë kohë shku morën Besnik Kollari, Julik Sema. Tani edhe ky Karahu dhe mësuar bashkë? Jo, më vonë. Keci, këna pas domon një projekt më të mirë. Krusha, po kanë Krusha, edhe ajo mbinë, dhe më thonë edhe sigurisht edhe Prishtina shumë ma ofër, është ma ofër shpis në atë kohë, kur të shumë Gjilan çdo ditë, nuk është e lehtë, plus halo rruga dhe këfori nuk është madhe, se u dashke me nalë kerën, me të kontrolu, me qelë ketë kerën, me ushtria atë, me se në bëj kerën, nuk ka qenë e lehtë, kështu që më konvenoj këtë ma shumë Prishtinë të ma në atë. Me Prishtinën e fiton edhe titullin. Me Prishtinë tani fiton tinë, po vitin e parë kena pas shumë problem.
Edhe pak, edhe atmosfera nuk ishte atë që mirë në klub për shkak se na kur erdhëm 7-8 vetë thujse. Edhe ekipi që Prishtina u bë kampion atë vetë. Domthon ata lojtarë ishin. Ata lojtarë që u bën kampion, kurse arrin ndeshje me Jusuf Tortosh luajshëm në me vetë, 2 golla. Kur dolëm na knej, ata na thonë që u bën kampion, domthon veç 2 veta 3 kishëm si luajshëm ne. U dash me ndërprej loja trenish, kem të edhe vitin e parë dështum domthon. Po në vitin tjetër tani domthon edhe ai të shohë domthon në bon ndryshim domthon me përvojën e tina me ato na kthej binar apo edhe fitum titullin edhe pse kish konkurrencë ora atë Besa ka qenë shumë e fortë. Në mas ati vitit tani Besa po mas si ndolën në kampion po. Që vërtet jesh po edhe futbollisti më i mirë i vitit në Kosovë. Që edhe e kon 10 që po në 2003 jesh po ai. Po në 2003 kur shpallëm domthon kampion i Kosovës në veç thujse edhe xhirët e fundit nuk i pata lutë, veç thujse veç edhe sigurum 2-3 ndeshje para se me u kry kampionate. Edhe mendoj se e meritova se kam qenë i treti, i katërt, çfarë do të kanë thujse të ankorën në atë vetë kam qenë një për lojtarëve kryesor në Prishtinë, domthon edhe është ndenje e madhe, se nuk është lehtë në muzeu në futbollistin e shtetit, në vend, nuk është po, është ku luaj mirë futbollista po. Po. Edhe ka pas konkurrencë shumë, ka pas lojtarë lot që kanë. Si sot që njoh me se cila ekipe ka pas. Reklami bojna. Mi bojnë reklama. Ja, diçka tjetër sot që më është. Kalimi, domethënë e kryen me mbyll me futbollin e Kosovës i viton krejt, edhe vendos me vazhdu karrierën jashtë. Çu ndodhi me shkon në Suedi. Pak e çuditshme domethënë, çka ka pas do transferime në Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, që tu ngat përmes do menaxhera, çysh arritën në Suedi. Po në Suedi unë me thonë drejt nuk është që kom pas diçka që të ka lidhë ashtu, po në atë kuar dhe Alberti Bonjog, domthon që ka qenë edhe selektori i Kosovës. Edhe sigurisht kur shkollës lojtari më i mirë që i kanë syt ka te, domthon ato edhe mbindi me shku domthon atje me fillu me provu domthon vetën asë edhe shkova fillova në divizion domthon ligë pak më poshtë, po mas 6 muaj thuj se veç kalova tani te Kalmar, një klub i madh në Suedi. Po, Kalmar në atë kohë ka qenë domthon konkurrencë për me fitu domthon titullin në Suedi, ka qenë shumë konkurrencë fort. Në atë kohë ka pas Kalmar 3 brazilian, një prej tyre ka qenë në grup të lojtarëve që kanë marrë pjesë në 94-ën për Brazilin botror, po. Çash domethënë kvalitet ka pas ekipi. Shumë kvalitet ka pas. Shkova atje, au çuditë pak se na këtë kushtet lëm. Atje kur e shku kur e ka po garant terrenin e stërvitjes më të mirë se të lojë vetëna. Sigurisht ka qenë këto i shumë suna me lujt, nuk kanë terrenet shumë të mirë, ka pas 2-3 terrenet që kanë pak që ke mujt me lujt futboll me edhe tjerat shumë kanë qenë. Sigurisht tjetër nivel tjetër ato, po e kitan edhe një vetë besim më të madh kur edhe që topi nuk cen domthon Sa atëherë du për të ardhur topi me menu apo të shkon ne quhet në halë. Po na kanë më shumë teknikisht tani domthon më zhvillua ajo. Që kujton atë periudhë te Kalmari, e përmenda një klub shumë i madh dhe për një futbollist që del prej futbollit të Kosovës, mrena një viti 6 muaj një vjet veç te ke arrit me shku te Kalmari. Që kujton atë kohë dhe çfarë ndjesie të ka dhënë ty? Po një mundësi e mirë ka qenë shumë, po ka qenë shumë konkurrent e madhe dhe unë fillova shumë mirë te Kalmari, me thënë drejtën, para përgatitje isha një prej më të mirëve, ato mirë, po tani masanej me pota si një virus, nuk ju di që nuk mujta me ardhë në atë formë më të mirë, domthon
qatë vitin që isha të kanë morë, pse edhe konkurenca e shumë e fortë, për në atë kohë ka pas Suedia ligjin, ka qenë nuk e pas drejt me pas 3 veç trup të huj dëmonë jashtë Europës. Unë isha me ata 3 brazilian dëmonë dhe ka qenë shumë në Kosova, Evropa, Afrika. Jo, nuk e pas është të mikut. Kë pas probleme dhe më regjistru. Më bëj shumë me marrë në librez për Shqipni ose për Sloveni ose për dikon se s'më shfiguron kërkon hec. S'ke figuron. Ja, sigur, karriera është e shkurtë, 25 vjetë shkuan, asë një vjetë 2 hupti, ma është... Si ndikoj pas ti shkojnë edhe një plejade lejtare, tani shkojnë letë si Dragusha, Shpete Masoni, Trit Berisha, sigurisht, edhe vazhdojnë me lutë, tani shumë shqiptarë ndër vitin në Suedi. Një prej lejtarëve që kalon gjurmë dhe për kombëtarën në Kosovës, në fakt mas pranimit s'u ka konë shpëtimi, po në të ndeshjet miqësore prej 2014, Shpete Masoni. Te ki pas bashkëtar të drita, po edhe e koni për... Jo, të drita nuk kem lujt me... Njërë ma vonë është po e konë mësit për me marë në Suedi. Po, shpetimi ka qenë shumë një futbolist, një për sulmuz më të mirë që ka lujnë futbolin e Kosovës. Mas lujt është lejtar fantastik. Edhe që shëpërma shpetimi u konë orë pak aksidentalisht në Suedi, sa ta kanë pasur me këqy një lejtar tjetër të drita Keko, e shpetimi jep 2 golla ato, të morë edhe tani ka shpetimi, masan e ka orë dhe Triti Berisha, Leci, Dragusha, e këta dëmanë. Veç më kanë thonë e falmnes për së gale, Dhe më thonë atje kishku zhak, dhe më thonë e ki ngrej koma zhak edhe bagi erdhen lejtare. Po, të mësan e dhe më erdhen shumë lejtare, dhe më nëse ata ponë që pas ka diqka dhe më ka talent në Kosovë, dhe më Thujt ishtë të klube emnat më shme. Ti da Holmes, Huzgvarna, Asiriska, Bunkeflo. Presfabirlik. Po. Janë klubet e fundit që ke lujt këto. Basket runja për 6 klubet mira. Po kom lujt këto këdo ka funit, ka funi karrierës. Kom lujt mas shumë të kom lujt në Asiriska 4 vjet, kom lujt në kon domon lig 2. Top shënues ato, gjithë ka jep golla. Edhe ato kujtohem shumë si ndrit, domon si kom gollat vendimtar, një gol që kom ka në pa të qunë kvalifikim për me shku në Allsvenska, me Jurë Gërden që është, ato e kujtoj shumë mirë. Ato i kom pas 4 vjetë, kom kalu shumë mirë, i në kanë dëmonë gjithmonë pretendent për me mundgjit në alë dëmonë, është një ekip, ka qenë një ekip jashtë, kanë shumë lejtarë të mira, dhe ka pas lejtarë që kanë orë për Turqi që kanë lujtë dëmonë, Galatasaray, Fenerbahçe, në atë kohë kanë investuar ata shumë dëmonë. Po, kemi nuk në herë të ishe dollë 17 vjetë. Po, e thashën, në kënë u konë të se pa mundshme për Kosovë në atë kohë me dollë, e menoj shpesh, menoj që talentin e këmë posë dhe kvalitetin për me shumë anal. Po, jam i knasë që në me këto që akëm arrit, gjithë në Suedi, pak e dim, po ki lujt me Enes Bardhin. Sot një reprezentues i Maqedonisë, kapiten me karrierë interesante, që ka arrit edhe në La Liga me lujtet. Ai koni vogël kur u pathon. Po, me nisin kena lujt Prespa Birlik, domethënë ato ai u dallëk që ka pas kvalitet, domethënë sidomos gjujtjet i ka pas. Çu që ka sot? Po, gjujtjet domethënë gjujtje e lirë 25 metra gotë si penalti ka qenë. Nuk rrallë kom po lejtarët që ka të gjujtjes që ka e që ka dhe ma. Momentin që ki po e ki di që ka me bo karriera. Po, sigurisht edhe shumë një djallë shumë i mirë dhe ma. E ka me Bardhyl ka shiu. Po, me Bardhyl në Bardhyl. Edhe Bardhyl me së shumë mirë i futbollit, kam gjersu shumë në fillin vitin në dhejta. Me Bardhyl. Po. Parashitje në fush të... Elegant. Elegant. Bardhylin shimi edhe sot, se dha jetën malë me ato dhe lujmë ka njerë futbol kështë për qef për këtë valë. Edhe Bardhyli ka qenë për ljetarë më sfështuar më të mirë Kosovë në atë kohë. Dhe vërtet. Edhe shkën të trejpë që interesant dhe gjithatë të lujtën Suedi bagje vjetë edhe
u vendose me kalu jetën atje, me jetu. Që vendimi më i mirë po, është domethënë ajo është një perspektivë për fëmijët, për familjen, domethënë ka qenë se unë kom pas oferta me thon drejtën edhe sa isha në Suedi edhe për në Ukrainë se dall ku shkoj atje debatiko edhe më thash domethënë po kur menove më lart të ardhmen. Ç'është, më isha domethënë më shumë të ardhmen domethënë këto për shkak të familjes mive. Suedi është një shtet shumë i mirë për social po. Edhe tash i bona 20 vjet. Në Ukrainë se ishe vendos atje sot me push në krahë. Kishë morë pare, të tonë me currin po luftojnë. Edhe kishë ama pare kishë morë shumë bashkë në Ukrainë. Sigurisht. Vorë sa ka dhonë shumë pare në ato. Sigurisht. E përmene Malmon, djali e ka morë talentin tëndë. Është pjesë se... Ma talent po duket. Malmo, po. Ka rrugë se... Çfarë golla po jep. Pak i lutë në përqinë. Djali e ki pjesë Akademisë Malmos. Edhe Kosovës, në 16. Edhe pjesë e Kosovës, po Malmo është klubi më i madh, jo është në Suedi, po në konsiderohet në këtë Skandinavi. Po, është. Qysh pjesë edhe a beson që inshallah po shpresojmë po të tretëve se që shpresojmë që ta kalon me karrierë. Që është kështu fakti palu një lëmnet të Kosova me rrezë. Po gjatë ki kanë jo. Po mas gjatë të kon i supi super lejtore dhe gjithmonë e keni lëmnet. Po edhe ai domosdoshmë zgjidh futbollisti më i mirë në Kosovë. Ç'është diçka po. Po mirë, djali është mirë të zhvillu, domethënë ka mundësi, ka është tjera mundësi, Malmö është një klub shumë profesional që investon shumë të ri, domethënë edhe kur shkoj isha kanë erë në so e kanë domethënë ato trenerat sa janë përkushtuar me ato të fizikut e me ushqime, me krejt domethënë ato. Është tash me në mëdheqat e Malmës, domethënë tash është një prej lojtarëve kryesor me në mëdheqat, është edhe kapiteni i grup moshë, domethënë. Ka talenti, ka shumë cilësi, domethënë një që se ka temën në shpejtësi, nuk e ka atë shpejtësi, po ka inteligjencë teknike, shutin e ka më të mirë, se ka shumë. Po këta të majtjen këtë kanë edhe kur del para gollit është thuj se 100% po ka ato dhe me thon drejtën edhe apo të son kur i ke thonë vjem kon lejtari fort është emisioni ka më marrë po atje në Kosovë s'ka pas konkurrencë anë domethënë që shumë pak ka material prej në vitet e ardha futbollit sidomos 2004-2005 ku futbolli edhe është ka shumë material për me pa edhe gjeneratat e reja se çfarë futbolli po s'ka pas në ndeshje u transmetoi ajo nuk e posti finale e kupës hajde na jashtë të shkojshë me dy kamera. Nuk është si sot për shembull dhe unë kur e posh edhe Liga 2, kush më posh tash 3-4 Liga 2 të qesin. Se në Liga 2 ko emna më të mëdha se Super Liga. Po këto klube po më sigurisht. Ata edhe shikus ka shumë. Po nuk djali ka pas zgjedhje, ka mujt me zgjedhën fakt edhe Suedin, po është e Kosova. Po, është unë kom insistu shumë domethënë dhe i marr shpesh Kosovë domethënë që me ditë pikujt vjen çka vjen domethënë ka tashni për Kosovë edhe vjen edhe vetë si vjet ka qenë po me çef domethënë ka ndaj 2 oktë sonë si po ta po sonë veta kur ke të bime mikun ton gazetarin Lomnicën thash gjithdeti muzon me djalë ajo vetë ardh bravo i ko me thon drejtën kom pas disa kontakte me disa klube këtu edhe më kanë kontaktu për të domethënë Superligës tash mas kësaj tyre ndeshje që patën këtu po nerpën është domethënë atje dhe është edhe shkollën edhe ato domethënë futbolli nuk i dihet këtë moshë do të me shumë kujdesshëm domethënë nuk do të më lënë as shkollën nanash domethënë po ata i kanë se i kanë në Malmö domethënë e kanë akademinë edhe shkollën aty ku ushtrojnë domethënë aty ku domethënë ata nuk i lojnë
medalë me lasdushëm. Zgjedhja dhe me thonë për me përfaqësu Kosovën nuk konë totalisht e ti, a? Po, nuk konë. Sigurisht, unë mas qef këmë pas me fanel Kosovës dhe se dis, po të ke fundit ta e merë vendimin se sigurisht. Ma se për mene Kosovën ti e konë pjesë ati ekipit kër e zhvillohim atë mitësorën me Shqipnin kër mbushët stadiumi. Dhe me thonë s'ka pas në atë stadium se që më borën ma shumë shikus. Jo se ta që kanë qitë karikat. Pas ka pas karikat. Edhe, po, atë s'ka pas karika ju kun qështë njerëzit. Ta është të nëzën 13.000, 14.000 me të njërë. 14.000 atër sigurët minizat janë kohën edhe kohën një atmosferë shumë e mirë. Edhe shë për me, në gjyrat kësë e zë Kosovë. Qyshe kujton atë ndeshje? Kone jarë zakonshme. Sigurisht kone jarë zakonshme dhe në rrallë herë këmë lunë para gjitha ti publikë dhe një kundeshtore dhe ma në Shqipnia ka qenë shumë e fort në atë kohë, ka pas Tare, Bushi, Emrat më vaj, Skela, i Geri Qipi, Murati, i Geri Qipi mbrojtje. Unë për vete dhe në atë kohë nuk kom po lejtor as shpejt, as eksploziv si ato në më në fush, nuk më karo me lujë. Edhe kone elegant me tofin. Një lujë pa harrume dhe ajo, dhe më në, ishe një mundësi edhe për neve, dhe më në po dikush që ku qka jem dhe më në, po. Qëfar ndjeni u konë me përfaqësu Kosovën atë kohë mas lufte me Aleria? Po, konë unë... Se vinë në Alpi do viteve të rona. Lufta, shëthet e egzistenca. Po, sigurisht, është ndjenje mirë dhe vetë liria, në mon, je i lidh me në mon, nuk të pengon kërkush, na këna lujt në përora, në për asë kur të në mon, stadion të Prishtinës duket si vemle me kohë. Po, normal. Edhe ka qenë ndjenje mirë, unë për veti i kom përfasu se të në grumoshat në përfasu dhe mon, me juniore, në mon, ato shprejsat, ato që shkën. Po, në për rajoni që shku atër, po. E i poshtë dhe fotografi me Artan Bytyqin me flamurtar, me dresa flamurtar, shumë shpite flamurtare, këmë atë. I moj men lujt, edhe ekipet i moj men edhe para lufte pak, po edhe mas lufte, se flamurtari ka pas gjithë. Flamurtar ka pas talenta, ka pas letot. Po, shë ato që ishe zjedhë maj miri para lufte. Po, ato jam zjedhë letore maj miri dhe kurse arretim nështë e ke mojt menë dhe Halil Sadikun ka qenë jetën nëse edhe unë nuk e njofë shatër, po aj masanej edhe shumë hajgore sen edhe lushëm më dogun me frizojnë dikon Miradia dhe kursare edhe e kom pasu në me top me driblimi me këto edhe fantazijë më shkoj problem edhe kur henë më atë në pauzë më këshyë të ashtu më këshyë që shaj bërëm krasnisë dikush të djere që edhe po për këshyë të ashtu të që do mi mytë gajta që edhe ta në shtire beshe ka qenë me dhe sene Prishtinës të ditë me moj tupin s'ke pos qarë Mërtari Kosovë Prishtinës ka pos lejtor që ashtu Rivera E shikon sot kombëtarën e Kosovës dhe në përgjithësi futbollin kosovar. Çfarë dallime shef re asaj periudhe kur ki lujti si për kombëtarën si në Superligë të Kosovës? Po ka dallim të madh, domethënë edhe Superliga domethënë kushtet janë këtë tjera dhe s'ka sot domethënë me pe terena domethënë edhe kushtet materiale pagesat janë shumë mira. Shumë më të mira domethënë. Po, ma mirë se në Skandinavia realisht. Po, këto qapin dhe gjajë, domethënë janë shumë kushtet mira, domethënë. Ti kishe ndonë ty që të pore, ti kishe mujtë. Se kotën anë 100.000 që i merë me na viti, me na isha viden qash. Atër ekipa i ka morë qash. Atër, sigurisht nuk kanë as persevafën nuk kanë si sot, mirë po, sot janë kushtet tjera janë mundësit për medalja se ka domon shikohet edhe po lunë edhe domon deshën ndërkombëtarat që na nuk kena pas atë mundësi domon, na kena lujt veç këtu në Kosovë domon. Edhe pse që të lushëm po kena pas atë rivalitetin. Po, rivalitetin. Shumë më të madh se sot. Mirë, përmend që ka jetë futbolli pak i ma mirë dhe kanë mundësi për medalë jashtë, po si njoni prej të parëve që ke dalë prej futbollit Kosovës në një kampionat evropian, që ajo sugjeron sot lojtarëve të ri, që kanë kushtet edhe mundësi 100 herë më të mëdha se jo në atë kohë për medalë jashtë.
cila është rruga që duhet me ndjeku kur ta bojnë një transfer, se kena para disa viteve edhe kanë dalë lojtarë prej Kosovës, po ju në këthy mrena 6 muajve ose një viti se kanë dështu realisht. Nuk ka faji cilësive, jo gjithmonë faji cilësive, po... Po, sigurisht, është përshtatja, shumë më rëndësi në futbol. Edhe është dëmonë nuk do të edhe shumë ugu, dëmonë nëse të vjen një ofertë, nëse të vjen veç një ofertë, do të me kalkulu shumë, dëmonë në cilën klub të përshtatësh, dëmonë çfarë mundësi shtjepen masane, jo veç se është shumë më rëndësis që është të përshtatësh me klubin, so beson klubin ty trener, jo veç me shku në ashtatat marën ty veç një zjedhje 2, to do të me mujtë me parashikuar dhe pse nuk është letë, po është shumë më rëndësi me zjedhë në ashtat dhe ligin ku ti përshtatësh më shumë, ku mund më shfaq më mirë. Se di në kena mujtë 2-0, djeke po. Se di jam me do sëllbuz ka 200 milioner atë shvivit. Na, me takoturi që atë t'i copa. Kënë njësë të mpore të sluin vetë. Qyshe për jetu me këndeshe kur jetër atje për zemrën e ki këto dhe. Po, jo, është një tenë shumë e mire dhe kam shumë shokë së deze ato dhe kam edhe danez, me thonë drejnë sa i tërneri është danez dhe ai danezi Mauriki këta sudë qysh, do të me hik ato Tomasoni. Tomasoni, jo, lene thash një muzikin, thash tanim bashkëmanin asë. Po, një ndeshje shumë e mirë, po qaj është futbol shumë e nësimi i shfridzu rashtët, se nuk është që Kosova ka dominu shumë, ato, po 2 gola. Bile se shfrydzun këtë rastet. Po brejtë mirë për dalim pe Zvitrës që vendosë me lujt me ta ball për ball. Na kallëzum që na s'mina fort me ball për ball. Ajo është kur futboll është kur ti pak vetë kënaqesh edhe mendon se tash jenë barabart, po lujm futboll, atëherë mundesh me psu shumë ke sysh edhe shumë domethënë. Edhe pse ato gollat në shans një gol, domethënë Zvitra këtë gollat to pas kishin gol. Mirë, po, unë i thash edhe atë se kam që thash shumë shokë, kështu i thash me fitu në ashtë ta fitan në Prishtinë, po keni me pas shumë shtirë se ekipi ka shumë presion të mund mas të ndeshë, dhe kanë me dhonë të mund 100%. Edhe është të dulë të mund, se edhe ishë një fitore shumë më rëndësi të mund, e Kosovës tash edhe tash jenë thuj se për mendimin tem Suedia o konë favoriti i grupit të e morë parasysh edhe emrat, transferet që i bënën, që mos transferet që i bënën Arsenal, Liverpool, ai tjetër lund Tottenham. Suedia nuk Newcastle. Suedia ka vite që se ka pas një ekip ka smir me emra, po sidomos me sfushën edhe sulmin, ka shumë zgjedhje, ka shumë edhe pse ai nuk i vlera lojtarëve, edhe pse ai lujke me sfushor Talsvenskas lojtarën e Tottenhamit nuk është një Bergvall ai në Tottenham lund titullar lund qashtë Tomasoni simpatik po shumë ndeshje me rëndësi tash varet ndeshjet me Sloveninë që të vëdojna me donë 8 orë 2 ndeshje e pora Slovenia në shpe na krym pun 4 pikë. Nëse fitojnë na Sloveninë, po të fluturojnë dhe këtë metë në Amerikë. Nuk është e pamundshme, në fakt, se në fitojnë kundër Slovenisë bën shumë presion Suedisë. Dhe dati, do me thonë, e mësoj gollin shmja po se Suedia nga bën nuk me pikë maksimale me Zvicrën. Po. Nëse ne mujnë Sloveninë, edhe atë Suedia nuk e merë maksimalen, Suedia shumë presion. Vesh një pikë go, maksimumin e se merë barazim të zojna 2, na me 6. Na me 6. Na me shkude për barazim. I bujna na kalkulime. Du me thonë, thamë, luja e por nuk shkoj që gjë menoj, nuk jena me lu bol për bol, ma mirë më jo, sigurisht, nuk jem na jem pak euforik si popull, kështë dhe më nëzemi. Po, nëzemi shumë shpejt, po. Kleone e po, Kosova ka shumë ekip mirë, dhe më nëse arrit mu komponu ekipa, dhe më ka lojtar
Jo shumë kombëtare ka shumë lojtarë që luajnë në top 5 ligat. Po, në top 5 ligat. Nasha Suedia nuk I ka ata që I kemë në top 5 ligat. Po, nuk Suedia ka 4-5 individ që janë shumë në altë, tjerë tani janë lojtarë normal. Janë lojtarë besatar, domethënë, nuk është që në pamëshme. A ka forcë kjo kombëtare me me shkaktu befasien në shimat madhe, najherë se për shti grupi për më kualifiku është koja. Qërë në grupi është edhe I fort, po edhe nuk është ka mujt me pas shumë grup ma të fort. Unë kom thonë mujna mi mujt kretë dhe mujna me pa pik. Po, qashtu është, domethënë se ti nuk I këto kombëtarët e mëdha si Francën dhe Gjermaninë, ne ki Suedinë dhe Zvicrën që nuk janë në nivelin të vonë edhe pse jo me pak fat me ato është në mundësi e mirë domethënë. Po besoj tash vendi I parë Zvicra ka bë këto fitore është problem domethënë. Shumë problem. Por play-off me lup për vendin. Po mi edhe 2 fitore Zvicra dhe le të vjen në Kosovë me lojtarë Superligës së Zvicrës. Lojën e fundit. Që vjen me na vitin e pikë në aeroportit. Me të pani prezu këtë 10 gram jau këtë të vogre të tranojnë këtë kujna orse kënë 2-3 anë ata I kanë aprit mirë po kur që në orë ata kur na vim pik ta mon që ato që kena kalu mirë mendum që prap kena me kalu mirë edhe ata na kalzun ama nëse shpëthojnë a I bojnë 12 pik ata dhe me lojnë me neve të pestën nuk e kanë maksimumin më nuk kanë besoj që vjen vinë lojtarë si Andi Zëqiri e këta. Po na I talent shqiptarë në Suedi, tjetër përveç, ta që I përmenë. Ko talent, domethënë Zenelat e dim që janë. Zeneli, po, domethënë nuk është në një tjetër që është shumë I dallum, atje përveç se ti, domethënë vllot Besforti, po, është në lojtar, domethënë lojtar I ka kvalitet. Ma ka I. Po, Stenisha, e kena pas gëzë, ka qenë me Stenisha ka qenë. Po, kjo është problemi si nuk kem shumë të vendosur ta, sidomos nuk I kuptoj këta që vinë për shembull deri me 19 që në Stenisha dhe mas nej. Në Steni pjekon, po, mas nej domon shkon dikun tjetër se nëse se ka përfaqësuar në 19 që në Stenisha pet ha dyqysh. Edhe I ki mundësi tjetër, e kupton gjithë kush don me bëni karrierë ndryshe është me luajt për shembull për Gjermaninë ose për Suedinë ose për Zvicrën. Edhe pse tash të tjera të kim nuk është shumë dallim I madh. Nëse ti luan në klub madh për shembull, nuk ka shumë dallim apo luan për Zvicrën apo për Kosovën, se kimi marr pjesë në gara. Po, si Leoni Abdullah që e boni e mor vendimin. E këto domethënë nuk e kuptojnë, se ti ke veç kjo orë dhe ke përfaqësuar Kosovën dhe në Stenisha pse me ndërprer. Po, edhe pse ai domethënë do ka me pas shumë të vështirë me lujtë Suedia se është një konkurrencë. Po atë nam për Vingera na sekun kurrë. Vingera kemi gjithë. Po, sa të kena bëu edhe me sushën mirë po Vingera. Po, është po ka shumë domethënë lojtar që presin domethënë. Ne ka shumë rapid mall mos kanë me djalin të në 2-3 tjerë. Domethënë ka shqiptar në kategori 3 shumë të mirë. Ka në kategori 3 ka futbollistat shqiptar domethënë që janë dallum domethënë edhe në klube të tjera domethënë ato po. Si gjithmonë, po, shqiptarët kanë talent, është problemi të shqiptarët është mas shumë të kjo kur të arrin atë moshën 18-19 vjeç ne kemi pak mentalitetin ndryshe. Edhe sa do të rrit atje domethënë pak I kanë gjak. E kanë edhe Suedes domethënë nuk e kanë atë talentin që ne kena, po e kanë punën edhe për kushtimin domethënë. Disiplinën që janë ata shumë lart domethënë. Ajo është shumë e rëndësishme në futboll. Që vetë për me folë për futbollin edhe për karrierën tonë. Bash, deri dojen në Suedinë. Po faleminderit shumë që gjete kohë, edhe pse jemi me pushime në Kosovë, ishte kënaqësi me rrëfy pak për karrierën tonë të madhe që e ke pas, na ke nderu e prezencën tonë. Faleminderit për ju, ishte kënaqësi në rrallë marr pjesë në këtë intervistë, kjo ishte shumë kënaqësi, është një intervistë shumë ndryshe. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, mos të harrojmë t'i falenderojmë edhe mbështetësit e këtij podcasti që janë pija numër 1 në vend, Golden Eagles si dhe Air Munich. Shihemi podcastin e radhës. Mirupafshim.